Jo, unë kam është një pjesë e mirë e suksesit, është që kam një familje të mrekullueshme, kam një zonjë të mrekullueshme që më mbështet dhe nuk më ka krijuar stres në kuptimin e mirë të fjalës, ndjehem shumë sa jam tip kështu, po jam dhe ndonjëherë i vështirë, sepse ngarkesat e tjera, përgjegjësitë e një mashkulli në familje për të përballuar dhe për të bërë më të mirën. Ndjehem jashtë masë mirë dhe një pjesë suksesit unë ja përkushtoj vërtet Anilës, nusës. Suksesit karierës apo të rritjes fëmijëve? Qetësisë në karrierë, patjetër. Se po të kisha një bashkëshorte xheloze ose në natyrë që çik ekspozohet, siç nuk mund t'i paragjykojmë, po mund t'je natyra qeta, dikush ka përdin, dikush është pak. Të gjitha unë e përmbledh në termin dashuri. Dikush e shpreh me egërsi, dikush me butësi. Ja, unë për shembull jam ekspresiv. Më pëlqen qetësia jote, si e komandon romantizmi jote, gjithmonë kështu ke qenë. Kupton në natyra. Dhe problemi është që Anila më ka qelluar jashtë mase e qetë, mund të ketë dhe ajo grumbullimet e veta, atë luftën e ftohtë në njerë, por shumë rrallë. Është një nën që ka edukuar fëmijë jashtëzakonisht të mirë, ndjehemi marrë, unë kam një vajza është në Gjermani e martuar, kemi një mbes të vogël, të mrekullueshëm, kam djalin të martuar, një familje të mrekullueshme, nusën e kemi si gosën e shtëpisë, kemi një mbes edhe një nip, jemi të plotësuar, jemi mirë. Zoti na dhënë vetë shnet.